Dia merr kuptim të plot kur vihet në shërbim të njerëzve. Rezelinda Dauti, studente e shkencave mjekësore nga Kërçova, është një nga të rejat më të dalluara për ndërthurjen e dijes akademike me angazhimin qytetar dhe institucional. Ajo ka udhëhequr nismën për hapjen e një qendre ditore për fëmijët me spektrin e autizmit në Kërçovë. Një projekt me ndikim të drejtpërdrejtë social i mbështetur nga institucione vendore dhe ato ndërkombëtare. Përveç angazhimit social, Rezelinda ka dhënë kontribut edhe në fushën shkencore, duke publikuar hulumtimin e saj të parë në një revistë ndërkombëtare mjekësore, si dhe ka marrë pjesë aktive në konferenca dhe seminare profesionale. Me vizion, ndjeshmëri sociale dhe aftësi bashkohore komunikimi, ajo përfaqëson një model të leadershipit të ri, që punon për ndryshim të qëndrueshëm në shoqëri. Për inovacionin social, angazhimin human dhe kontributin e saj qytetar, Shoqata Votra e nderon me çmimin e inovacionit humanitar dhe social.